Që nga fillimi i konfliktit SBA Izrael ndaj Iranit, planet strategjike janë përballur me dështimet të njëpasnjëshme. Struktura e spionazhit izraelit Mossad brenda Iranit u shkatrua, duke eliminuar çdo mbështetje antiregjimi brenda vendit. Plani për inkursion toksor me ndihmën e forcave kurde dështoi, ashtu si përpjekjet për të ndryshuar regjimin dhe për të shkatruar programin bërthamor iranian. Ndërkohë Irani vazhdon të rezistojë duke mbajtur infrastrukturën kritike dhe programin bërthamor të sigurt deri në këto momente, me qëllimin kryesor mbijetesën. SBA dhe Izraeli, pas këtyre dështimeve, janë përqendruar më shumë në presionin mbi ngushticën e Hormuzit, duke tentuar të ndikojnë ekonomikisht dhe globalisht, ndërsa objektivat ushtarako-politike brenda Iranit mbeten të paarritshme. Kjo tregon një realitet të qartë. Lufta e projektuar për të rrëzuar regjimin iranian dhe për të shkatruar kapacitetet e tij po dështon, ndërsa Irani vazhdon të mbijetojë dhe të ruajë pozicionin strategjik, duke bërë këtë konflikt një test të vërtet të kufive të forcës ushtarake dhe presionit global.